Shteti mundohet me ndihmu firmave, edhe pse firma jonë prej vitit 1992 deri tani asnjë grant se kemi fitu prej granteve qeveritare, domethënë që kanë qenë. Tregu është i mbushur domethënë me prodhime të gatshme. Nuk kemi qenë konkurrent me shtetet tjera që janë përreth Kosovës. Kemi pagu deri vonë edhe taks, domethënë doganë në material që kemi marrë për prodhim. Po normal kohëve të fundit ka lehtësira, e kanë hekë doganën, edhe të vëshën disa prodhime, në disa produkte, por jo për gjitha ato çka kemi nevojë. Shteti mundohet me ndihmu firmave, edhe pse firma jonë prej vitit 1992 deri tani asnjë grant se kemi fitu prej granteve qeveritare, domethënë që kanë qenë. Tregu është i mbushur domethënë me prodhime të gatshme. Nuk kemi qenë konkurrent me shtetet tjera që janë përreth Kosovës. Kemi pagu deri vonë edhe taks, domethënë doganë në material që kemi marrë për prodhim. Po normal kohëve të fundit ka lehtësira, e kanë hekë doganën, edhe të vëshën në disa prodhime, në disa produkte, por jo për gjitha ato çka kemi nevojë. Mirë se keni ardhur në kompaninë tonë, Varengo. Kompania jonë është regjistruar që nga viti 1992. Është kompani që kemi fillu me vllaun tim, Rushdiun. Fillimet normal që kanë qenë vështira, kemi fillu prej zeros dhe tu vazhdu. S'kemi pas ndërprerje, vetëm koha luftës që ne ka ndërprer, domethënë edhe kemi vazhdu mandej edhe pas luftës deri në ditët e sotme, normal tu rrit cilësinë edhe tu rrit produktivitetin. Përndryshe punoj me veshjet jashtme nga tekstili deri para 2 viteve. Kohën e fundit kemi filluar edhe me veshjet të brendshme, domethënë plus veshjet sportive kemi. Gjithçka çka kërkon tregu ne i punojmë. Ne mundohemi me punu gjithmonë me cilësi. Kemi pas edhe eksport një 3 vite, po për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, sidomos asaj të kualifikuar, kemi dashur me ndërprer për momentin, po normal që do të tentojmë të ardhmen prapë me eksportu. Po ne punojmë me, domethënë prodhojmë me shumicë, i furnizojmë sidomos këto marketet e mëdha, lokalet në përqendra të ndryshme të Kosovës që shesin në Pakicë, ne ata i furnizojmë. Fillime kemi pas me materialet të gjinsit, domethënë farmerka, si për meshkuj ashtu edhe për femra, edhe për moshat më të reja. Me kohë kemi punu edhe materialet tjera, domethënë keper që quhen, po mandej e kemi rrit asortimonin e prodhimeve, kemi fillu edhe me ndresa sportive, domethënë me trenerka, maica, deri kohën e fundit kemi fillu edhe me të brendshme. Gjitha ato të brendshme që ka punohen, kemi në prodhimin tonë. Në përgjithësi, prodhimi në Kosovë ka qenë i vështirë, tu ditë që tregu është i mbushur domethënë me prodhime të gatshme. Nuk kemi qenë konkurrent me shtetet tjera që janë përreth Kosovës. Kemi pagu deri vonë edhe taks, domethënë doganë në material që kemi marrë për prodhim. Po normal kohëve të fundit ka lehtësira, e kanë hekë doganën, edhe të vëshën në disa prodhime, në disa produkte, por jo për gjitha ato çka kemi nevojë me i hekë, domethënë me qenë konkurrent edhe me shtetet tjera që kemi në rajon. Po gradualisht besoj që në të ardhmen do të vinë kushte më të mira për prodhim. Është problem kur nuk je i barabartë në treg me, po them, sidomos me ato shtete që na rrethojnë. Ne kemi pas përvojë edhe me eksport, domethënë na kanë ardhur materiale, ka pas disa materiale që nuk janë liru prej doganës edhe të vëshës, shka që ka qenë e çuditshme edhe me atë kompaninë që kemi punu, që kërkon nuk paguhet, vetëm të ju po paguhet këto. Ka qenë e çuditshme, edhe pse po them kohëve të fundit ka lehtësira, po prap ka nevojë mu punu në drejtim për me ndihmu prodhimin. Prodhimi normal që
me prodhim edhe shteti rritet një farforme. Kryesisht mesatar, me thonë, varësisht që e gjen bashkëpunimin, çfarë prodhime i ofron, po deri diku është i kënaqshëm. Ne për fat të mirë, me thonë, në thojza, edhe në kohën e pandemisë kemi punu për shka ka pas nevojë në atë kohë për ato ndresa që i kanë vesh në për shpitale, në për këto, dhe më tonë s'kemi ndërprerje, s'kemi pas ndërprerje, po shteti mundohet me ndihmu firmave, edhe pse firma jonë për vitit 1992 deri tani asnjë grant se kemi fitu prej granteve qeveritare, dhe më tonë që kanë qenë, përveç një grant të vogël nga komuna që kemi fitu dhe që jemi mirënjohës për ato. Kemi bërë projekte të ndryshme, tash është një pikë pyetje aty si mirën grandet. Dhe ajo është pak ndoshta për të ardhmen me mendu pak më mirë, këto firma që janë më stabile, më shku, si më thonë, rradh parë, mandej me dalë firma tjera që janë fillestarë, ata kanë nevojë për mbështetje, po jo me janë ashkalu firma që kemi qenë që para luftës. Jemi mundu në çdo formë, edhe kohëve të fundit i kemi ndërprej ato përpjekje që i kemi pas që janë pak të kota se s'kemi pas përfitime deri tani, edhe kemi ndërprej, domethënë mo shkojmë vetëm me forcat tona sa të mujnë. Vetëm një ndrim është, vetëm një ndrim me tetor. Kemi edhe meshkuj edhe femra, kryesisht janë moshë e mesme, po kemi nevojë për staf, po është problem. Kohëve të fundit është problem për staf. Kryesisht me konkurse në faqet të përmendit kompanisë tonë që kemi plus në televizione dhe radiove lokale, po interesimi është i vogël për momentin. Gjakova gjithmonë ka pas traditën, sidomos në tekstil, po kohëve të fundit është problem edhe në Gjakova. Ne shpallim konkurse, kërkojmë edhe praktikant që t'i mësojmë ne këtu, edhe pse ka edhe shkollë të zanatit një parforme, po ta që na vinë shumë pa përgatitën. Nuk di arsyn, po vetet më punu, domethënë në drejtim institucionet të shtetit. Ai zakonisht kur kemi kontakte, edhe përmes shoqatës tekstilit ose me institucionet shtetënore, normal që ju paraqesim ato kërkesat çka kemi nevojë, po mirën parasysh jo ashtu në nivel sa duhet. Përshëndetje mas pari, jemi Tabuhalla edhe jemi rroba qepse, bëjmë thjesht kepjen edhe bëjmë qepjen e xhinseve. Është një punë shumë e lehtë, cilën e bëjmë me gjithë qef, edhe ju rekomandoj gjithë grave, cilën është një punë shumë e lehtë dhe shumë atraktive, cilën nuk është që çaqëron, apo kupton? Tash s'pedi, është thjesht çështje pasioni, cilën dëshirojnë çdo gra me çka dojnë me u marrë, edhe është çështja e tyre. Thjesht është, thash edhe pak më herët që është një punë shumë e lehtë edhe kep shumë pasion për me punu me robotçepsi. Jam që 6 vite, jemi çdo ditë, kemi orarin prej orës 7 deri në orën 16, edhe kaq. Kjo është pjesa ku bëhet prerja e materialeve. Shtrohen materialet me anë të maqinës, edhe varësisht prej porosisë, mandej vendoset figura që është e punuar në pjesën e dizajnit atje, edhe bëhet premja në mënyrë manuale me këto gërshont me rrymqe. Mandej bëhet ndamja edhe shkon lart te qepja. Ky është procesi i prerjes, domethënë në këtë hapësirë. Pjesa tjetër andaj është e dizajnit, është qëndisja, edhe poshtë është finalizimi, domethënë ku bëhet palimi edhe paketimi i prodhimeve të tonat. Pjesa e dizajnit, tu punohet domethënë varësisht prej porosisë, edhe çfarë madhësi kanë mu punu, punohet në kompjuter, në bazë programit, mandej printohet, edhe prej aty domethënë del te premja mandej. Kjo është hapësira ku bëhet dizajni
prodhimeve tona. Edhe pse kemi vendosur edhe prodhime të tjera këtu, po kjo është kthina për qëndisje, domethënë. Janë 2 maqina të mëdha, edhe një është kështu me një kokë. Këtu bëhet logo, domethënë, varësisht prej kërkesës. Pjesa tjetër është pjesa e procesi i larjes farmerkave, këto maqinat, edhe kjo pjesa tjetër është dizajn, paketimi, finalizimi. Bëhet korosja, larja, shpërlarja, shtrydhja, tharja, edhe delte finalizimi, mendoj unë. Kjo pjesa e finalizimit, ku bëhet vendosja e pullave, sipas nevojës varësisht prej modelit, edhe palosja, heqja e pajve, edhe vendosja nëpër pjesë, vendosur ose seri ose në mënyrë nga një, edhe pastaj shkojnë në depo.